Pastrimi i njom është një formë bazë pastrimi për dyshemet PVC sipas ënër të 2210. Për pastrimi i dyshemeve fleksibël është e nevojshme që fillimisht të identifikohet materiali. Në rastin e dyshemeve fleksibël, flasim për dysheme linoleumi, dysheme PVC dhe dysheme gome. Për të bërë dallimin midis këtyre tre dyshemeve fleksibël, duhet të kryeni testin e gjilpërës. Fillimisht, nxehni një gjilpër për 6 deri 8 sekonda. Më pas, provoni pa e lejuar gjilpërën të ftohet, ta fusni në dysheme pa shumë trysni. Këtu mund të shikojmë, gjilpëra nuk futet lehtësisht. Dhe mund të ndjeni një aromë tipike prej drurit. Kjo është dysheme linoleumi. Nga ana tjetër, këtu gjilpëra futet shumë lehtësisht. Kjo dysheme zakonisht mban erë materiali plastik ose sintetik dhe rezultati është si një fryrje vulkani. Kjo është dysheme PVC. Në këtë dysheme, gjilpëra nuk futet thuajse fare. Zakonisht mban aromë gome dhe nuk ka mbetje, prandaj është dysheme gome. Para se të filloni çdo aktivitet pastrimi, për të zgjedhur kimikalet e përshtatshme, si edhe mjetet e makineritë e duhura, është e nevojshme të identifikoni secilën prej dyshemeve, për të cilat shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Rengingun Teknik. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshitje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dora, shkallësyze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çdo aktivitet pastrimi, sipërfaqet ku do të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëpashme dhe dëmi i mendshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet te klienti, blerësi apo mbikëqyesi. Për këtë rutinë pastrimi bazë, duhet një pastrues bazë me nivel me alkalin të lartë në nivel pH 14, një kundër shkumues dhe një shpërbërës polimeri për trajtimin e përkujdesjes. Janë të nevojshme pajisjet dhe makineritë që pasojnë. Për heqjen e papastërtive të ashpra, përdorni një pastrues magnetik, një fshesë korrenti ose një shtup të lagur, një kovë me karrosë 2 fish shtupe, me mbajtëse shtupe dhe mbulues shtupe, një shkumues, një disk pastrues dhe jastëk ngjyrë kafe, pastrues dore cepash dhe anësorësh të përshtatshëm, një fshesë korrenti me shtup dhe për kujdesin pasues një lec lëkure qingji ose një shtup mikrofibre. Para çdo pastrimi të ndërmjetëm apo bazë, papastërtitë ashpra duhen hequr. Pastruesi me një nivel të lartë alkaline matet në raportin e duhur të përzierjes në shkumues. Me shkumuesin jastëk në kafë, pastruesi bazë aplikohet në sipërfaqe, duke përdorur sasinë e nevojshme në të cilën një shkrepse noton. Pastruesi bazë duhet të lejohet të veprojë për rreth 10-15 minuta. Gjatë kësaj kohe, cepat dhe anësorët mund të përfundohen manualisht ose mekanikisht me një jastëk kafë dore. Pas kohës së veprimit, dyshemia punohet tërësisht në mënyrë gjatësore dhe tërthore, për të hequr mekanikisht stresin e sipërme apo substancat të tjera të mbetura. Për të shmangur shtimin e shkumës dhe dëmin ndaj motorit të fshesës dhe shtupës në korrent, hidhni kundër shkumues në një sfungjer dhe hidheni në tank. Pas këtij procesi, sipërfaqja duhet të pastrohet me akum, nga hyrja e dhomës deri tek cepi i fundit. Pas pastrimit me vakum, dyshemia duhet të neutralizohet tërësisht me ujë të pastër.
duke përfunduar sipas nevojës me pastrim me vakum ose lërarje të përsëritur me shtup të lagur. Pas një kohe tharje për rreth 15 deri 30 minutave, mund të filloni të aplikoni produktet e përkujdesjes. Një sasi e mjaftueshme e shpërbërësit polimer duhet të derdhet nga shisha në dysheme, ose të derdhet nga një kovë dhe të shpëndohet në mënyrë të barabartë nga brenda jashtë. Aplikoni produktet e kujdesit në batiskope vetëm gjatë shtresës së parë nëse është e nevojshme. Kur të aplikoni produktin, siguroni që shpërbërësi polimer të shpëndohet në mënyrë të barabartë në mënyrë që të mos ketë tharje dhe pasi shtresa të thahet të mos ketë nevojë për ripërpunim. Në varësi të temperaturës dhe lagështirës së dhomës, duhen 30 deri në 45 minuta që të thahet shtresa e parë. Këtë mund ta testoni me anën mbrapa të dorës. Sapo shtresa të jetë tharë, produkti mund të aplikohet për herë të dytë. Idealisht, në dysheme nuk duhet shkelur për 12 deri 24 orë.